Universiteti Ekrem Çabej në kuadër të ndërkombëtarizimit të tij po bën hapa të rëndësishme drejt konkretizimit të këtij projekti madhor që ka arsimi lart në Shqipëri. Së fundi, ky institucion akademik po bën përpjekje për të thelluar bashkëpunimin me universitetet spanjolle. Kjo ka qenë një nga arsyet pse ambasadori spanjoll në Shqipëri, Gabriel Cremades, pati një vizitë me drejtues të këtij universiteti. Specificamente para visitar Këto vizita janë dëshmi e marrëdhënieve të shkëlqyera që ka Universiteti Gjirokastrës me universitetet spanjolle. Dhe puna jonë si ambasadë është të vazhdojmë të thellojmë këtë bashkëpunim, të eksplorojmë mënyra të tjera për të zhvilluar këto programe dhe të kemi mundësinë që Gjirokastra të bëhet më e njohur në Spanjë, të ketë mundësi më të mëdha bashkëpunimi me universitetet të tjera të Spanjës. Njëkohësisht po punojmë edhe me bashkinë të ketë një binjakëzim me një qytet të Spanjës, që të jetë njëkohësisht edhe pasuri e UNESCO-s. que son ya bastante importantes. Rektori Jahucanaj shprehet më qartë duke theksuar se synimi është çelja e një doktorature. Ideja ime si rektori i universitetit dhe me mbështetjen e stafit akademik është që të kalojmë në programe studimit të përbashkëta me universitetet spanjolle, kryesisht me Vigon, me Valencian, por edhe do një universitet tjetër, ku ne na shapur një dritë jeshile që me ardhjen e universitetit, filialit të Universitetit të UNED-it në Gjirokastër, kështu që bashkëpunimet tona që nga ky moment me Universitetet e Spanjës kanë qenë në një nivel shumë të kënaqshëm. Aktualisht ne kërkojmë që në këtë kuadër të bashkëpunimit tona me Spanjën të kalojmë në programe kryesisht të doktoraturat, hapet një doktoraturë tjetër krahas doktoraturës shkollës ciklit 3 të studimeve doktorale që ekziston me grekët, të kalojmë këtë edhe me shtetet tjera, sidomos me Spanjën, italianët, por edhe me ndonjë shtet tjetër si Letonia, ku së shpejti do të konkretizojmë një projekt ide madhor. Kështu që me Spanjën, faktikisht, ne kemi dhe mobilitet dhe shkëmbime studentësh, aktualisht janë rreth 20 student spanjoll në të atashuar pranë universitetit tonë dhe që bëjmë praktikat në disa kompani private dhe shtetërore të rajonit të Gjirokastrës. Janë pikërisht këto mobilitete dhe zhvillime masive të studentëve tanë, por dhe të spanjollëve, duke përfshirë dhe stafet akademike, që i kanë dhënë një gjallëri të jashtëzakonshme jetës akademike në universitetin tonë. Java që po lëm pas u cilësua si java Erasmus në Universitetin e Gjirokastrës, në kuadër të vizitës së një delegacioni prej rreth 30 profesorësh dhe stafi akademik nga Spanja. Delegacioni përfshiu staf akademik dhe administrativ nga 14 institucione publike të arsimit të lartë në komunitetin e Valencias, pjesë e 2 projekteve Erasmus.